Përshëndetje. Sot do bëjmë mish qingji të pjekur në zgar. Kjo është një mënyrë tradicionale e vjetër dhe ne vazhdojmë që ta trashëgojmë. Do marrim mishin, e presim, pastaj marrim një çekiç ose një copë mermeri, kam marrë unë, dhe do ta shtypim. Pasi ta kemi shtypur, e marinojmë. Unë i kam hedhur vetëm krip dhe shije dele mrekullueshme. Ju kërkoj ndjes juve që nuk e keni mundësinë në natyrë, por patjetër që mundeni me një zgar të vogël, mund të arrini pjekjen edhe në balkonin e shtëpisë. Nëse nuk keni mundësi të ndizni zjarr, atëherë ruani lëkurat e arrave dhe të lajthive dhe i përdorni ato në vend të druve. Sigurisht që ekziston edhe qymyri, por ku kemi mundësi edhe të kursejmë, pse jo. Për juve që ju lëshon goja lëng, më falni.